Ilir, ti u bërë stari kësaj fushate, se përfaqësove shqiptarin e vërtet, përfaqësove njeriu në thjesht, tregove se karakteri, nderi dhe integriteti janë kryesore për çdo njeri dhe ja theve hund në Korçë dhe në Shqipëri. Ilir Vrenozi është njëshi i vërtet i palës tjetër. Tani po ju flas thjesht një Vrenoz që është rritur me tërana dhe fasule. Unë mu dua të më blinte i gjati ky Karagjos, por unë jam i djatë o qyryk dhe krenar që kokën do të ma ule. Sepse ti me shqit blerje je mësuar, bleve me Gonigal, Blinken, bleve Yuri Kim, po njëzit e thjeshtë të ndeshëm kur si ke nështruar. Ndaj, doje të përfitoje dhe me imazhin tim. Dikush e quan star dhe dikush e quan njësh. Nga nga tjetër të majtë dhe të djathë të duan po njësoj. Është fenomen i rriteve sociale dhe i ka thonë jo kafe së kryeministrit. Se çfarë do të ndodhë me atë çka ka nisur nga rrjetet sociale, por ka shkuar në strukturat partijake, sepse fjala e tij ka shkuar të paktën në kampin e djathtë, i cili na i mbështet me shumë përzemërsi. Flasim sot vetë me Ilir Vernozin. Mirëmëngjes, përshëndesim Ilir. Kënaqësi që nisë ditën me ne sot. Mirëmëngjes, po unë do ta filloj pak ndryshe. Pana thuaj. Përsërin e humbëm, pak vajtim. Përsërin e humbëm, përsërin e humbëm, humbëm përsërin. E bëre humbje të ëmbël me këtë këngë. Të lutem o Zot, më jep fortë që ta përballoj. Të humbje, më je fort të lutem o Zot. Përsërin e humbëm, përsërin e humbëm, përsërin e humbëm, humbëm përsëri. Një demokrat rrugës i trishtuar i thonë kësaj. Diçka e tillë Por një intonim perfekt, domethënë. Intonim perfekt. Mirë. Ilir, dikush të thot star dhe dikush të thot njësh, po ti zemrat e re djathtas, përpos rezultatit gjithmonë. Dëgjoj moj vajzë. Ilir Vrenozi, domethënë, ju falenderoj një që ma për të drejtare, që edhe të sqaroj disa gjëra, sepse unë jam tip rebeli dhe kur shprej një gjë, më sulën dhe këta timët pastaj. Kjo është e keqja. Se po thash një fjalë unë që ore duhet të shikojmë si janë këto gjëra. Unë jam tip rebeli, ky jam. Pa çdo humbje unë reagoj. Pa çdo humbje reagoj në mënyrën time. Pavarësisht e pastaj prapë rrestohem në turmë, se normal, sepse unë jam djathtas edhe por aman, atë që mendoj unë e them, nuk mbaj. Po të kanë thënë një opozitar i opozitës. Që si ka ky jam unë, po indinjohem me ca nese tani. Ilir Vrenozi është i djathtë sepse jam i lindur, i djathtë të lind, domethënë unë jam i beu. Unë kam prona në përmet, në Esek, në përmet, në ligjat e përmetit, diku aty janë pronat e fisit Vrenozi dhe janë goxha. Dhe jam bashkëpronar me Turian Yskën, me atë që keni patur ju aty. Nese, nuk ka ndonjë gjë. Ilir, në fakt, në vazhdim e shumë postimeve që ti bën në rrjetet tua sociale, Po ja ta mbaroj një këtë që e nese. Po, patjetër, po mbaroj si jo. Për të treguar që jam i djathtë i lindur. Po. Që do të thotë që pavarësisht që unë mbështet një forcë politike, kur unë i haroj emrat, jetë kush të doj, edhe baba im, edhe tani ndalun dek se si ishte ajo fjala. Sepse unë bëm njerë në 2015, unë bëm ardhë në 2013 nuk e quajmë se nuk na i vodhi, do me thënë na goditëm në bashkimi lësisëm të tash. 2015, 2017 në unë bëm, 2019 Lul Baca, që është arkitekti i shkatrimit të opozitës, është arkitekti dhe zotje e pa dhe 1000 vota mori.
të vetaj Byrek, orame, nami. Më 2021, pra pumbëm, na i vodhi të gjithë. Unë nuk e di tani. Dakord më na i vodhi pjesët të vjedhurës, na i vodhi, unë jam dakord, na i vodhi. Por, vetëm na i vodhi, ne tani nuk kemi, do me thënë, njeriu korrump, ose çdo skuadër më korrump, bën një analizë. Sa do që ka faj kundërshtari, u linjër kempë në tokë, ore unë kam faj. Po fe, që ore, edhe ne kemi faj, edhe ti ke faj. Armiku, me kemi mentalitet komunist në përgjithësi, kemi edhe ka të djatët, e kupton. Se nuk do ishim këtu ku jemi, në qoftë se... Ilir, po kujt e të rifoni këto humbje të thellë? Kë bëni përgjegjës? Unë bëra një status... Ki bërë një status, që ta përmbledhim atë statusin, ku ti pate një komunikim me djalin dhe djali tha, në qoftë se ne humbim, unë iki nga Shqipëria. Djali bile parti e fola prap me djalin, e se që ka zë një shok në Zvicër, se shme thot do vete, po ku do vesh mo djali dhe. U bera, piva 3 kafe, do më dhenë, si i thonë atyre për kokën, oki, 2 oki, po që të them, 18 cigare rejsh, pse? Po e kam rritur me gjak, bre vla. Unë këtë fëmi e kam rritur me gjak, për djallë. Këtë kam pasuri, unë s'kam lek, djallin kam pasuri, djallin e qupën, po ne jemi qik pas djallin. Kush duhet largohet urgjentisht nga PD-ja, Ilir? Kë bëni përgjegjës, në qoftë se do kishe emra konkret, që thua këta emra s'duhen pjesë organigramës Partisë Demokratike, cilët do ishin? Tashi unë po e shpjegoj pak, do me që më pyete për djalin, ti më ndërprit atë unë tashi hop? është shkolla televizive, o Ilir, është shkolla televizive. Pa tjetër. Tani, nuk është puna në emrat, unë e di që u do një lajmë me këshu, po nuk jam nga ta që të bëjt të them emra, ose më dhem vërtet më vlla. Ore më dhem vërtet kjo që po ndodh. Më dhem po vlla. Më dhem, sepse të pashe njërë, kjo skuatër, mundet, ore vlla, po duhet një ndrim, do me thënë, reali të mund, ta zem se këta në real, rama me shumë, është reali, të mund më vlla, tani ti, do bësh ndrim në formacion vlla, jo akoma me njërës, nga 20 vit. Më falni. Po Ilir, ti i ke thënë që Berisha duhet të pastroj shtëpinë. Më fal. Afroj telefonin më nga kamera, që ta shohim. Jo, nuk e shohim. Jo, Ilir, nuk e shohim. Ma të gjosh me jo ta shohës, bre. E lere. Lere, vare, nuk. Do me thënë është një demokrat që thotë doktor, këta që kemë brapa në kanë mërzitur, edhe që na kanë mërzitur dhe e ne si demokrat thot, këta që mbarën brapa ti, që do të thotë që tani, unë nuk e di, po pas çdo humbje duhet bërë një analizë. Jo e ka fajin vetëm kundërshtari, mo. Dakord mo të vjetë të bën kundërshtari. Po ti, tashi ne, drejtuesit e qaqeve, unë për më vlla, ti si, do më ju thash, e kam paralajmëruar që në 2023 mos hyni me Edi Ramën këtë ministër. Po bëjmë qeveri teknike sa ritëm tot. Bëni grevurie, i kam shëtur të gjithve. Grevurie, pire disa deputet më thanë, jo Ilir, grevurie, se ky të le të vdesësh. Po jo më vlla, ti bi grevurie, rinjavë, po rinjavë pa buk sakrifikonje për ne demokratët. Po kush ban përgjegjësi për ne më vlla, 12, populli demokratësh rrugëve vlla. Kush ban përgjegjësi të lutem? Ilir, nuk ban përgjegjësi zoti Sali Berisha? Nuk e mendon largimin e tij në asnjë moment? Kur them kush ban përgjegjësi, doktori ish i pari o bir. Që do të thotë, unë ja kam thënë që në 2023 kam dal video dhe kam thënë, unë e lexoj votën e këtyre, që ne po vazhdojmë kështu nuk vim më në pushtet. Ne po vazhdojmë me të njëjtën. Që do të thotë, në qoftë se vazhdojnë me këtë ushtri, aq se fajna e Karama që humbim, ai do na po çfarë do na bëjnë ai në 2027 edhe më thëtë tash. Unë shikoj listat e mbyllura këto i kam shumë bezdi. Lista e mbyllur, më fal, Ilir Mektën
Ilir Meta u tregua burr yri në listat e hapura. Dhe ti fute në listën mbyllur, tetin që unë e kam mik, edhe Eristën, dakord. Ta të dy doli Erista ta do marrë 30.000 vota, se normal, votat e këtyre do dilte Ilir Meta deputet. 8.000 vota laj thaj. Kush më gjesti, doktor Ali Mehmeti, mori 18.000 vetë. Edhe nuk hyri. Një më ndërbër votuarit. Dhe edhe për Ali Mehmeti në që idhet që të bëhet drejtuesi i Bashkisë Tiranës se do bëhen zgjedhje në çdo. Jo, unë kam mik i them mos u bëj viktimë. Jo se në këtë atmosferë që është, jo doktor Ali Mehmeti, po Trumpin vere mos e bëj këtë gabim. Shiko tani, po në Korçë Ilir Venozi mbështeti Fidel Krekën. Do shta keni dëgjuar sepse Fidel Krekën Edi Rama si e hapi fushatën me Ilir Venozin e me Fidel Krekën. E mbylli duke bërë ironi me Ilir Venozin me Fidel Krekën. Ju bërë edhe thirrje që Korça s'do nxjerr Fidelin. Unë dhe Fideli ishim njerëz të thjeshtë. Fideli i shpirtin kishte dhe zemrën demokrat që nuk matche me Andrea Manon edhe me Edmond Spaun. I mundi, mi votuar i doli. Një ditë para të thonë, fjalkën e Korçës ta votojmë si që jemi, kush më do mua anë e banë. Doli fitus, do me thënë, djali i ri, gjak i ri. Tani akoma me këto emra, po qatë ze emra tani, se duke shkuj unë se kam personale, pësu me tritan se u me ka. Sti ze, tani dihet kush janë, këta që kanë nga 20 vjet o vlla. Dhe edhe një, janë mështitur vetë demokratët tonë. Kjo është, janë mështitur vetë demokratët më vlla. Mirë, demokratët, Ilir, ka vidur, nga ka shkatruar, qash nga ka berë. Më lejo. Po janë, kjo pjesa e Ramës i që më vete, dhe pjesën e analizës tende, nuk mund të bësh analizë vetëm e ka fajnë Rama. Këta demokratët që janë mërzitur, Ilir, janë bërë socialista, apo kanë votuar për partitë e vogla? Jo të gjovla, unë në Korçë kam, jo mund të them, unë mund të them këtë që jetoj këtu vlla në Korçë. Ma beso, ka njerëz, o demokratët që kam dhënë, që kemi qenë bashkë në protesta në përdo që, dhe kur vjen puna, janë punësuar në bashki, në administratë. Janë punësuar në shtet, sepse kanë fëmijë më valla për të nuk janë si Ilir Venozi që është gomar që e merr feministin telefon dhe i thotë të pim një kafe, dhe Ilirit i thanë që o ti gomar, po pse s'vate për një kafe. Si mund të refuzosh kafen e kryeministrit o Ilir? Urdo? Si mund të refuzosh një kafe nga kryeministri? I mirë, i keq, e mbështet apo jo është kryeministri? Përfaqësohemi në arenën politike me të. Vlla, ky jam unë, jam një çik, domethënë e kam këtë, jam pak i sëmurë në kuptimin, jo i sëmurë. Këtë karakter kam, nuk e bëj dot. Ilir, çfarë ndodh nëse Rama të vjen në derë të shtëpisë? Për të pirë kafen tek ti. Tani, ma le ta shpjegoj një sekondë se s'ka ma shumë. Po e shpjegoj Nuk e faj fare, ndjes. Emi dakord. Tani çfarë do bëj, nuk e di. Do vi dera. Unë do të them nuk jam. Po i the nuk jam je. Mama vëja. Bisha ka. E kam fjalët në ajo që kishim për para që the mishte tu votimin dhe thash. Sepse Ilir Venozi, unë jam unik motër, unë e kam themën, kam 28 vit martuar të kam dratuar asnjëherë gruan. Më vrasë të Zoti, sepse jam tipi tillë më birë, nuk jam tipi tillë, nuk mund, në qoftë unë do të tratonja gruan, nuk do flinja me atë, do të ndanja dhe me nuk pafshim, nuk mund dunja prapë në të një krevat. 28 vite besnikëri, e ke thënë këtë gjë. Në podcast dhe shkosh Ramës, po të ftoj? Edhe Edi Ramën, nuk mund të ulsha unë me Edi Ramën, sepse një foto Edi Ramës, unë kam 12 vit më ti motër. Kam krijuar atë në thonjza, ushtrim time më motër, ushtrim besnik demokrat që mua më shikojnë në bisë syri dhe i pëlqejnë vitet e mia të tash. Si mund të zgjinjej? Aq sa kam, tash i do thuash ti një politikan, nuk e mendon kështu si ti, se nuk do t'ja di për zgjënjime këta iksa mata sa të djatët. Unë e kam thënë në fakt. Jo e djatën, nuk ishte e djatët tamam, e kupton? Difekti i parë i të djatës, tash se s'duhet të flas për difekte se ma marri për keq, po ta them këtë dhe e kam thënë gjithmonë. Në 2009 bashkimi me Ilir Metën, domethënë të majtët që erdhën në djata në tonza, se po ta
po ta themi, nuk jemi e djathtë mo, se djathta duhet me njerëz fisnik mo, me njerëz kupton ti, se mos e them atë llatin se gjysmat janë se mamani për të prap. Gjysmat nga partia e punës erdhën gjysmat këte të këta që ishin erdhën këte dhe ne vazhdojmë tani në 2025, mua më në shpirti dua të heq Ramën vlla. Dhe kur vazhdon Rama ri, unë pastaj filloj, doktor, mbaj përgjegjësi direkt. Do thuash ti zbutesh pas një jave pas një jave rreshtohesh. Ilir, po pse mos ulesh në podcast me Ramën dhe t'ia thuar disa gjëra sy më sy? Dëgjoj tani. O motër, në qoftë se Rama mua do të më telefononte një vit përpara, mos qef ushata, do të dinë edhe me kamera apra dhe t'i thesha ato që mendonja, më kupton? Po këtu është tjetër këtu. Po tani humbën betejën. Po tani je zhgënjur nga rezultati prap. Tani është momenti ti thuar sa gjëra. Jo, tani do thonë, do me thënë humbi, e tani do të vesh pas fitusit. Ku ka dërma këta? Por nuk ka zi të keqe, të vete të ulem të flas. Mirë po, kur të më shikojnë në, ata as nuk do shikojnë se që ato flasun, po sa të më shikojnë aty ullur, me kufje të ushit, ple, unë i kam vdekje këto gjera. Pra do mendojnë që u bërë socialist që i vajte Ramës në podcast. Po të thebre edhe ne kemi mentalitet, po nuk e di jemi popull që jemi mentalitet. Do me thënë, unë i falenderoj nga zemra të gjithë, edhe doktor Berisha, më falenderovi, pivëm kafe para asaj, kupton. Po kjo nuk të thotë, se më thotë mua, se i thua Berishës ti tani, pse i thua Berishës tani ti mbaj qëndrim. Po të mbaj qëndrim, more, se unë dua të eqe di Ramën o birë. Sepse tani me këto, jo po prita ankojmi ne, jo po këto do ikin si Ilir, si do e hish një Ramën? Është mandati 4 herë ju ka mundur. Po! E me këtë do e hish një Ramën një herë, se mirë. Kundështarit vend e tyr. Po, pra, duhet gjakiri. Në qoftë se do isha unë e kam thënë qintere, në qoftë se unë do isha në vend të doktor Berishës, do kisha iku që në 2023. Këtë porositje për Berishë, Nik. I thua Berishës hap rrugën. Në 2023, si që jam unë, pa shkollë, që jam, e lexova votën e popullit, nuk vime në pushtet me këta tash. Kam dalë aty live. Tani, ne hajtë të vazhdojmë, vlla, hajtë të vazhdojmë, por nuk e qëm do të Ramën. Tani, më bëjnë mua të bi pikpyetje, ore këta tani, qarë po më bëjnë shu? Sti po më ndosë kjo që këshu? Që është të kotë zjedhor që kur e pash aty shikohe, më tha një analist në vlorë, 5.000 më pak nëziste një deputet Partia Socialiste. Të kotë zjedhor kanë bërë ata. Ndaj vota që kanë fituar ata, me deputetet dhe i bie që pëtheja të fuse një deputet me 5.000 vota më shumë se pëseja. Qarë kotë zjedhor ka bëra ju? O gjerë si e ka? Bërlëk bashkë si e ka ju? Pse je përveshur apo ke shpërthyer vetëm ndaj Gazbardit? Se ka qenë një ndër emrat që se ke lënë mangut. Dëgjoj, po jo më Gazbardin e dura sepse shiko. Jo mirë më bëre që ma the. Por në qoftë se unë do isha drejtues qarku, ta them me shpirt, dhe unë i them me shpirt dhe unë e bëj. Po qoftë se unë do isha, po unë jam me sedre me karakter xhanën, po që me qoftë se do isha unë dhe do kisha të humbje, jo si Pardi. Edhe si të moralizotin, e kam mik të moralizotin. Unë bi 10-4. Po të isha unë, do vija në zyrën e doktorit, dhe do të isha, urdhë këtë mandatin, nuk e dua. Të dalë një mo. Një drejtues mo në kupola natë, të thotë, më falë një demokratë për të që po ju bej. Ka 16 vit populli demokratë rrugëve, ku që banë përgjësi për këte. Atë një, na dhodhi. Po tashi, tani të ju lutem shumë, të dalë një mo një. Kuse këta rendin pas, Gazbardi rendin pas, unë e pas. Gazbardi do përfundon të si Lul Basha me shokë dhe Alibej. O Penuati, u këthu e këte, do të ndimoj për vullin. Ta një në titrë, ndimomi dhe Berisha, po më ndimoj për vullin, do të dhe këtu lartë, edhe vulli aty lartë, kupton ti, pa ju pra punon kundra mo. Unë që kur e vuri, jam shprehur. Kur doli drejtuesit e qaqeve, sa pash aty imbrin. E këti tash, këtu, më kanë marrë 10, mos them 100 miq në fjetë, i lidh do ta masakrojnë. Ore demokratit ishte. Do ta masakrojnë, e masakruan 10-4. 10-4. Kushe Elbasani doli 10-4. Tash i leri këto,
na i bodhi duhem parë problemet brenda. Prandaj doktor Berisha, domethënë unë e them dhe e kam thënë, po prap më keq përdore. Ore duhet thot tani, ore ne është turpi Zoti, tani që nga unë i pari, as e mi nuk është më. Ilir. Të votojmë në kuvendi kombëtar, të tërë janë të ngrirë, atë përjashtua. Edhe kush ka votë, fu Djematrimo, që shaju, Greko, është një jatësa Djematrimo që mua më pëlqenë. Apu më atyre, është ajo djali Besik Mustafajt më, nuk e lenë më të ytë se shizuar. Të këta nuk e duan të zduar, se dhe këtë mentalitet kemi... Ilir, më ndiq pak, si është klima në brendësit Partisë Demokratike? Jo po Gazbardi, jo po Berisha, jo po eksponentë të tjerë, jo po nga ana simpatizantë gjithashtu. Pra, si është klima në brendësit Partisë Demokratike? Se ju thatë sikur u bashkuat pas asaj përçarje, s'po duket sikur akoma jeni të përçarë. Jo, siko tani, bashkim këtu nuk u ka, po unë, do me thënë bashkim me zorës ky, ma beson mua këte, se këta shajnë këte, po ule me një ish bashkist, do shaj një berishist, po ule me një berishist, do shaj një bashkist, që jemi akoma ne kuptono. Por, unë nuk di që ndodh në Partinë Demokratike, di që ndodh në teren, në njerëzit e thjesht këtë radhë ishin bushur dhe unë thash, mos, mi që kisha ju thesha, mos se nuk janë gjërat mirë, pavarësisht që nuk mund të thesha në fushate, por nga mbrapa e ndjenja. Pra ti e pritë humbjen. E ndjenja moj, ato janë makineri të shtypin mo, janë makineri, të dalë mo një, të dalë mo, po ku di unë mo, Berisha, Noka, ku di unë palokat, ore, o opozitarë, nuk e mundim dot mo, ore nuk e mundim dot. As diaspora nuk ju mbështeti. Urdhë? As diaspora nuk ju mbështeti. Aman, të lutem vetëm votën e diasporës. Kur thanë që fituan votën, ne këtuan votën. Ore tash juve nuk mbroni votën brenda, do mbroni votën jashtë. E kam qarë kurmazit. Ore, si të ta mbroni këtë votë? Unë them që ajo po. Ajo votë është 90% ose ku di unë sa përqind e veri, është e vjetur. Absolutisht po. Me njësi që kam në Greqi, që si u edhe zarfa e fare, që ja u hitnin aty e që besh aty. Këtu jam këshunjer. Këtu brenda mund të kem rezerva në kuptimin e fjalës, se për shembull këtu në Korçës ishte qetë, vajta votoma tjetri, kuptono. S'patëm asgjë nga këto presione gjera, kuptono. Pastaj, andej, lartë mund të ketë patur diçka, kupton, nuk e di. Por, për votë e diasporës vlla, ta them kështu, unë nuk akuzoj, nuk them, po votë e diasporës, gjorna bën ata. Ore, dinë ku bingola, vlla tash. Janë shumë më përpara se, ore, ajo të doli ty 7-8, kam për një status, sa doli në Kushet i Rama, 7-8, mu në mes ta doli 83, kam për një status shikoje, po të dua ta nxjerr, kam thënë, doli fitus në barovi oj mua bet, sepse, ore, ajo s'ka folur kota asnjëherë. Ore, klije i nasa duash, 2017 ta do marrë timonin vetë, e mori. 2021 ta do marrë 74 deputet, i mori. Në 2023 ta do marrë 51 bashki plus minus, i mori. Stani ta 78. E çfarë bën me Ilir, themi prapë te kënga në fillim. Po ky është fenomen në thojca, fenomen që i gjen këto tani. Ky i bie që i numëron vetë. Se si i bie? Jo, vetë nuk i numëron, po. Larë qoftë kjo politike vitër është bashkë, për nuk kuptoj qarë bëhet. Ore, mos hyni me këta, mos e fyt. Ore, të do na mundu, me makineri që kamo, do na mundu. Ilir, se jemi në fund. Faleminderit shumë, se kaq minuta nuk mjaftojnë për të bërë një bisedë me ty, po ne vlerësojmë shumë që e nisem gjithsesi me ne dhe e nisem me këngë që është e vërteta, kështu që faleminderit shumë. E po mund ta mbyllim me këngën prapë. Mbyllim me këngë. Hajde ta mbyllim me këngë. Të përshëndesim. Zoti bëf më të mirë. Faleminderit. Të përshëndesim. Humbëm përsërit. Të lutem edhe një gjë të fundit. Po. Të lutem. Po. Çdo politikan shqiptar majtas djatha që ka vidhur në Shqipëri e paftë Zoti. Unë jam shqiptar, dua Shqipërinë. Nuk është as mata, unë dua Shqipërinë. Po them,
cili politikan ma të zgjata qoftë, ka vjedhu Shqipërinë, Zoti e dënoft. I le Zotit shumë punë. Faleminderit Ilir, të përshëndesim. Të përshëndesim, pat shëndet edhe urojmë ta kesh të zërin gjithmonë në rrjetet sociale për të përfaqësuar një pjesë të mirë. Një mbyllje fantastike 75 për ditën e sotme, do të thonë folën për politikë, por sigurisht me nota humori që nuk mund të trajtohet ndryshe me dikë tjetër përveç se me Ilir Venozi. Mirë. Themi faleminderit edhe një herë dhe shikuesve, shihemi nesër në 7:05.